Bashkia e Tiranës ka nisur punimet për rikualifikimin e bllokut urban numër 53 në njësi numër 9 në kryeqytet me vlerë investimi prej 18.5 milion lek. Kryetari i Bashkisë Lulzim Basha u shpreh se kjo lagje ka mbetur e harruar për një kohë të gjatë, pasi qytetarët vuajnë çdo ditë baltën dhe pluhurin pranë shtëpive të tyre. Sipas Bashës, investimet e bëra në këtë njësi do të rrisin cilësinë e jetës dhe në kryeqytet nuk do të ketë më zona të diskriminuara. Duke investuar paratë e buxhetit Tiranës, anë e mban qytetit Tiranës, po veçanti ato zona të cilat janë parë me syrin e njerëkës në veçanti 10 vitet e fundit, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se avancojmë standardin e një cilësie të lartë jetese, sepse ky standard s'mund të ekzistojë nëse është i kufizuar vetëm në qendër, vetëm në blok apo vetëm rreth shtëpisë kryetarit apo ish kryetarit. Në këtë blok me sipërfaqe 4.5 hektar do të kryhet asfaltimi 790 metër linear rrugë. Do të ndërtohet sinjalistika, do të vendoset ndriçimi i ri rrugor, si kundër të rrjeti kanalizimeve aty ku mungon. Afati i punimeve për përfundimin e këtij projekti është parashikuar të jetë 6 muaj.